Përshëndetje. Përshëndetje të gjithë demokratëve të Shqipërisë, zotit Sali Berisha dhe gjithë dashamirëse të Partisë Demokratike. Quhem Elizabeta Çaushi, jam 70 vjeçe banore e lagjes numër 1. Kam qenë dhe jam gjithmonë demokrate. Faktikisht sot kam marrë këtu të flas për rangun ton të pensionistave. Neve po jetojmë një jetë të vështirë. Pak koha na ka munduar, do me thonë, vitet që kemi mbi supe, por dhe ekonominë e kemi shumë të dobët. Më i madhi pension në shtresat e ulta tonat është rreth, faleminderit, është rreth 160.000 lekë. Unë që kam pensionin tim. Jetoj e vetme se bashkëshorti nuk e kam ndruar jetë, dhe të them të vërtetën, punoj që t'ja dal atë minimale. Dhe unë lexova projektet e Partisë Demokratike dhe pash që për shtresën tonë kishte, do me thënë, shumë gjërat mira, do me thënë kishte rritje pensionesh e tjerë. Unë kam ardhur këtu për t'i thonë gjithë pensionistave, votoni Partinë Demokratike, votoni numri 1. Votojni për veten tuaj, votojni për fëmijët tanë, votoni për burrat, djemt tanë, që na i shajnë, që na i, edhe më vjen shumë keq që nënat, gratë brorasin ku shajnë djemt tanë, ku shahet burri, ku shahet nipi. Unë do t'isha, do me thonë, e revoltuar në këtë pjesë. I them gjithë rinis, ju lutem, atë që asodhëm neve, me shumë sakrifica, mbrojeni, mbajeni, mos na çoni, mos na ktheni mbrapa. Faleminderit, kaq kisha unë.